Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po vlerësohet si vendimtar për të ardhmen evropiane të vendit. Njohës të çështjeve politike thonë se pa rikthim në tavolinën e bisedimeve, rrezikohet stagnimi diplomatik dhe izolimi ndërkombëtar. Analisti politik Artan Muhaxhiri thekson se faktori ndërkombëtar e konsideron dialogun si rrugën e vetme drejt progresit. Çdo vonesë, çdo bllokadë e dialogut është në mënyrë të drejtë për të drejtë edhe bllokadë dhe vonesë e rrugës evropiane të Kosovës. U pa që në të gjitha urimet, edhe nga presidenti Macron, edhe nga kancelari Merz, edhe nga gjithë kryefjala e ishte vazhdimi i dialogut edhe kthimin e tavolinën e bisedimeve. Pra, nuk ka asnjë mënyrë tjetër për zotin Kurti që ta shpërbëj këtë izolim pa dialog. Ndërkohë politologu Albinot Maloku vlerëson se në fokus të bisedimeve do të jetë zbatimi i marrëveshjes së Brukselit dhe shtojtësës së orit të 2023-s. Tani do të kemi dialog për jetësimin, implementimin e marrëveshjeve të arritura. Këtë e kërkon në një formë ose tjetër dhe faktori ndërkombëtar, e kërkon posaçërisht Bashkimi Evropian. Procesin e dialogut për palën kosovare do ta udhëheqë ministri i punëve të jashtme Glauko Njufca. Maloku pret që ky të shërbejë në uljen e tensioneve politike. Glauko Njufca, që në gjykimin tim duke u dëshmuar në vazhdimsi si një zbutës i mirë, në këtë pozicion duhet besoj që do të shkëlqej për të zbutur, qetësuar edhe shumë nga ato premtimet jashtëzakonisht të agravuara të kryeministit vendit në mënyrë që të jetë edhe implementimi më i pranueshëm për në mënyrën edhe të narrativës shpjegimit që mund ta ketë në të ardhmen kryeministi i vendit në ato situata ku shpjegimi për to ka qenë ndryshe, tani do të ndryshë për që se do të kemi të bëjmë me jetësimin e marrëveshjes. Kosova tashmë ka kushte që të vazhdoj procesin e dialogut me Serbinë. Ndër më kryesorët është që Beogradi t'ia dorëzoi autoriteteve kosovare kryekriminalin Milan Radojčić, i cili është përgjegjës për aktin e agresionit në Banjsk.